Anira, të përshëndes. Përshëndetje. Si paraqitet moti sot, por edhe në ditët në vijim? Do të vijoj dhe kjo javë të qëndroj në ndikimin e rreshjeve të shiut, të cilat do të jenë të dobta, por do të jenë prezente për gjatë të gjithë javës. Duke nisur nga dreka ditën e sotme, do të kemi fillimin e rreshjeve lokale të dobta, pothuajse në të gjitha qarqet. Më pas nga mesdita e ditës së mërkurë do të jenë të vazhdueshme për gjatë ditës së enjte dhe ditës së premte, gjithashtu edhe për gjatë fundjavës do t'i kemi prezente, por do t'jenë me intensitete të dobta dhe lokale. Nuk shohim problematika për sa i përket këtyre rreshjeve të kësaj jave. Temperaturat do të vijojnë të qëndrojnë të larta, pasi minimalet në Bregdet presim që të shënojnë 14 gradë për ditën e nesërme dhe maksimalet shkojnë në 19. Në zonat e ulta minimalet presim të shënojnë 13 gradë dhe maksimalet deri në 20. Ndërsa në zonat malore temperaturat minimale do të shënojnë 8 gradë dhe maksimalet shkojnë deri në 18. E tillë do të jetë tabloja, pra në këto vlera do të luhaten për gjatë të gjithë javës dhe fundjavës. Ndërkohë, luhatjet brenda ditës do sjellin edhe rreshje të shirave, janë në çfarë zone? A mund të shkaktojnë ato problematika? Jo, presim që rreshjet të jenë të dobta dhe lokale, do të prekin pothuajse të gjitha qarqet, por sërish tek kësaj janë me intensitete të dobta dhe lokale. Çka do të thotë se nuk presim problematika të shtuara sa i takon përmbytjeve apo vërshimeve të shpejta të ujit. Për shkak të intensitetit të dobët të rreshjeve, nuk shohim pra problematika lidhur me kushtet e motit gjithë kësaj javë. Ky shi i cili pra ndoshta nuk do të sjellë probleme, e freskon motin apo nuk ka lidhje me temperaturat, të cilat deri diku kanë qenë të larta, le të themi, pavarësisht se ne kemi pasur rreshje shiu. Madje duket sikur je përfshirë nga një le të themi klim mbytëse, nuk e di çfarë vale është kjo. Për gjatë fundjavës kishim temperatura më prezente pra më të larta, ndërsa për gjatë kësaj jave maksimalet presim që të shënojnë deri në 20 gradë, sa i takon ditës së mërkurë dhe të enjte. Më pas dita e premte presim që temperaturat të shënojnë sërish diku tek 19 gradë dhe do të kenë pra të njëjtin trend, por do të jenë pak më të ulta se sa temperaturat që lanë pas për gjatë fundjavës, pasi dita e shtunë dhe dita e diel kishim temperatura që shënuan deri në 27 apo 28 gradë. Ndërkohë, sa i përket valëzimit në det, do të kemi një erë e cila mund të shkaktojë problematika? Jo, sa i takon erës, presim që të jetë lehtë deri mesatare për momente, por jo problematike sa i takon fortësisë me të cilën do të fryjë. Unë të falenderoj për gjithë sollën në vëmendje, të përshëndes, të uroj edhe ditë të mbarë. Faleminderit. Ditë të mbarë edhe për ju. Faleminderit.